Dhe është tani momenti për të shkuar tek parashikimi dhe tek horoskopi ekonomik për 12 shenjat e zodiakut. Duke nisur menjëherë me të parën, dashi. Dita e sotme kërkon disiplinë dhe vetkontroll. Në planin profesional, ju ndiheni të shtyrë të veproni shpejt, por yjet sugjerojnë që të mos nxitoheni. Ka çështje që kërkojnë rishikim, sidomos dokumente, marrëveshje apo përgjegjësi që lidhen me afaten. Në aspektin financiar, shpenzimet e pamenduara, impulsiviteti mund të kushtoj më shumë se ç'duket. Shkojmë tek shenja e radhës, ndalemi së bashku tek Demi për të parë se si do të jetë kjo e premte për ta. Stabiliteti është pika e fortë e ditës, në punë Demi tregon aftësi organizative dhe durim, duke fituar respekt nga kolegët ose prorët. Është një ditë e favorshme për të përfunduar projekte të nisura dhe për të konsoliduar pozicionin profesional. Financiarisht, situata mbetet e shndrueshme, nuk ka surpriza të mëdha, por as rreziqe. Shkojmë tej tek binjakët jemi tashmë, komunikimi për ta është arma kryesore gjatë ditës së sotme, do të keni takime, telefonata dhe shkëmbime idesh të cilat mund të hapin dyer të reja në planin profesional. Është një ditë e mirë për negociata, intervista apo prezantime. Në planin ekonomik, përfitimet nuk janë të menjëhershme, por lajmi i mirë që duhet të ndaj me ju në këtë të premte është se gjithçka po ndërtohet gradualisht dhe do të jetë në përmasa të kënaqshme për gjatë një kohe në afatgjatë. Pra kështu, mos u demoralizoni nëse ndjeni vetëm paksa të mbingarkuar nga puna dhe nga ambicjet të cilat keni dhe ndoshta në këtë fazë nuk po plotësohen, sepse gjithçka do të shkojë drejt një përmirësimi gradual. Shkojmë tej te Gaforia, një ditë disi e ngarkuar emocionalisht për gaforet që reflektohet edhe në punë. Mund të ndihen të pavlerësuar, por kjo është më shumë ndjesi se sa realitet. Në fakt ka mundësi për sqarime dhe për riorganizim. Nëse dikush kërkon të flasë me ju ditën e sotme, bëni mirë të mos e shmangni, por të merrni pak kohë për të diskutuar e për të sqaruar gjithçka që ndoshta mund të ketë pezulluar në një fazë vendimarrje të rëndësishme. Financat do të kërkojnë kujdes, por mos merr vendime të rëndësishme në ndikimin e humorit. Kjo është gjëja për të cilën duhet akoma edhe më shumë vëmendje. Mos u ndikoni për të bërë blerje apo për të marrë vendime të rëndësishme financiare, sepse thjesht në një moment nuk ndjeni mirë dhe përgjigja është impulsive dhe emocionale, sepse kjo më tej mund të sjellë problematika që lidhen me buxhetin tuaj deri në fund të muajit. Shkojmë më tej tek shenja e radhës, jemi tek Luani, për të cilin sugjerohet që mbase do të ishte mirë ta ulte pak ritmin dhe të fokusohet tek detajet. Në punë do të kërkohet më shumë për pikmëri se sa protagonizëm. Një gabim i vogël që ju mund të bëni mund të kushtojë, ndaj është e rëndësishme ti kontrolloni gjërat të paktën minimalisht 2 herë sot. Nga ana financiare, dita është neutrale, as fitime të mëdha, as humbje të mëdha, gjithmonë do duhet patjetër të ruani balancat në mënyrë që të mos i ngarkoni xhepit tuaj. Kjo sa i përket edhe Luanit, më tej do të ndalemi tek shenja e radhës, jemi tek Virgjëresha, që është një nga shenjat më produktive të ditës së sotme. Me sa duket, është një ditë e mirë kjo e premte për Virgjëreshën, sepse do të shfaqen përgjatë ritmit të tyre të përditshmërisë me një mendje të qartë dhe me një aftësi të lartë organizimi. Është një moment ideal për planifikime, për përgatitje dokumentesh dhe vendime praktike. Financiarisht, dita favorizon rregullimin e buxhetit dhe investimet e vogla, por të sigurta. Kjo sa i përket Virgjëreshës, një shenjë që me sa duket favorizohet ditën e sotme. Shkojmë tek Peshorja. Në ambientin e punës mund të ketë tensione të vogla ose keqkuptime. Peshorja duhet përdor diplomacinë që e karakterizon për të ruajtur ekuilibrin. Mos u përfshi në debate të panevojshme. Kjo është mbi gjithçka e rëndësishme t'ju rikujtohet. Në planin financiar është më mirë të kursesh se sa të shpenzosh. Po kjo dihet që gjithmonë është më mirë të kursesh se sa të shpenzosh, edhe pse shpenzimet na bëjnë të lumtur, kështu që
nuk mund t'i kursejmë lumturin vetës për të kursyer para. Shkojmë mëtej tek shenja e radhës, Akrepi. Dita do t'jetë intensive dhe shumë produktive. Akrepi ka mundësinë të zgjidh problemet të vjetra në punë dhe të marrë kontrollin e situatave që kanë qenë pezull për një kohë. Megjithatë, lodhja mendore mund të ndikojë në vendime financiare, kështu që bëj kujdes, nuk do donim kurrësi që në një mënyrë apo në një tjetër të hasjen në problematika financiare. Shkojmë mëtej tek shenja e radhës, do ndalemi tek shigjetari, horizontet zgjerohen, në planin profesional shigjetari shef mundësi të reja, projekte ose bashkëpunime që japin shpresë për rritje. Është momenti mirë për të menduar më shumë dhe për t'i vendosur gjërat në plane konkrete. Financiarisht ideet janë të mira, por do të kërkojnë kohë për t'u realizuar. Zhvendosemi tek shenja e radhës, jemi tashmë tek Briciapi, për cilët me sa duket kjo e premte do t'jetë një ditë solide dhe konkrete, të dyja të kombinuara me njëra tjetrën. Pra edhe do të toleroj në një farpike, por edhe do t'jetë shumë konkret në vendimet dhe hapat që ndërmerë. Briciapi ndihet në kontroll të situatës profesionale dhe me sa duket tashmë po arrin të menaxhoj mirë përgjegjësitë. Përkushtimi do të shpërblehet edhe nëse jo me njëherë. Në planin financiar, stabiliteti është i garantuar gjithmonë nëse shmangen rreziqet. Kjo sa i përket edhe Briciapit, shkojmë mëtej tek shenja e radhës, jemi tek Ujori, për të cilin do të ketë një ditë me shumë ide të reja, me një mendje të hapur, me një intuit gjithmonë të mirë, por do të ketë një rrezik shpërqendrimi nga shumë gjëra të cilat kërkojnë vëmendje në të njëjtën kohë. Ujori duhet të zgjedhë me kujdes ku ta investojë energjinë profesionale, bashkëpunimet do të jenë të favorshme ditën e sotme, dhe sa i përket financave do të ketë një përmirësim të tyre që do të vijë përmes kontakteve dhe projekteve jo individuale, por kolektive. Bashkëpunimi është çelësi, me sa duket edhe për shenjën e Ujorit në këtë ditë premte. Dhe për ta mbyllur me horoskopin ekonomik, do të shkojmë në përfundim tek shenja e radhës, jemi tek Peshqit. Një ndjenjë ndryshimi, me sa duket është shumë e pranishme tek Peshqit në këtë moment, por dita kërkon mbylljen e çështjeve të vjetra. Pra përpara se të mendoni çfarë mund bëni ndryshe, mbase duhet së pari të vendosni pikat mbi i kur flasim dhe i referohemi çështjeve të dikurshme që kanë mbetur pezull dhe pa i mbyllur ato, nuk mund të kalojmë në hapa të reja. Në punë, përfundimi i detyrave është prioritet përpara çdo hapi të ri. Kështu që përfundoni së pari detyrat, duhet ta ndjeni veten të çliruar nga përgjegjësitë dhe më tej patjetër mund të merrni përgjegjësi të reja, të shihni për një ndryshim, të hyni në një etapë, në një fazë të re të jetës. Sa i përket parave, kujdes, do duhet të tregoni shumë rregull dhe durim. Mund të vinë vetëm duke respektuar këto dy element shumë të rëndësishëm, rregullin dhe durimin. Mirë, kjo sa i përket edhe peshqve, me të cilët ne mbyllim horoskopin ekonomik për këtë të premte, duke përgjithsisht me sinjale pozitive horoskopi sot, kështu që urojmë e shpresojmë të jetë i tillë për të gjithë, edhe pse çdo veprim individual na ndikon sadopak.